I kërkuar në Shqipëri për vrasje arestohet në Greqi shoku i Laert Haxhiut pritet ekstradimi drejt vendit tonë. Në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted, është arrestuar në Piret të Greqisë shtetasi Ardian Ahmetaj, i cili në vitin 2019 në Lushnjë në bashkëpunim me Laert Haxhiu dhe Orgez Bilbili kanë vrarë me armë zjarri shtetasin Besnik Hida. Njoftimi i policisë, policia e shtetit finalizohet një tjetër fazë operacionit policor ndërkombëtar The Wanted për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Kapet në Greqi me qëllim ekstradimi drejt vendit tonë një shtetas me rrezikshmëri të lartë shoqërore pjesëtar i një grupi kriminal. Strukturat e policisë së shtetit kanë siguruar informacion për një shtetas të kërkuar që fshihej në Greqi dhe menjëherë nëpërmjet Interpol Tiranës kanë bashkëpunuar me homologët grek për lokalizimin, kapjen dhe arrestimin e personit me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si rezultat i shkëmbimit të informacioneve në kohë reale me strukturave të specializuara të policisë së shtetit dhe homologëve grek në Pire, Greqi. Në kuadër të operacionit The Wanted u lokalizua, u kap dhe u arrestua me qëllim ekstradimi shtetasi AA 51 vjeç. Ky shtetas ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Fierit në vitin 2023 ka caktuar masën e sigurimit arrest në burg për veprën penale vrasje me dashje kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje armëve të zjarrit dhe municionit. Ky shtetas dyshohet se në vitin 2019 në Lushnjë, në bashkëpunim me shtetasin LH dhe OB, kanë vrarë me armë zjarri shtetasin BH. Interpol Tiranë avion bashkëpunimin me Interpol Athinën me qëllim ekstradimin e këtij shtetasi në Shqipëri.